Vdekja e gazetarit pas ironisë therse me krishtlindjet, reagon Imam Ahmet Kalaja, mos u tallni me Zotin. 2 ditë më parë ndroi jetë gazetari dhe personazh i njohur i rrjeteve sociale në Kosovë, Arton Turkaj, 38 vjeçari, mësohet se ka humbur jetën si pasojë e një ataku në zemër. Turkaj ishte autor dhe moderator i disa programeve në radio dhe televizione. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, imami i xhamisë Dine Hoxha, Ahmet Kalaja thekson se gazetarit Arton Turkaj ra infarkt sepse u tall me Zotin. Gjithashtu Kalaja në postimin e tij shkruan se Zoti komandon zemrën dhe me të nuk duhet të tallemi, duke lidhur kështu shkakun e vdekjes gazetarit me deklaratën e tij ironizuese: mos u tallni me Zotin, se të lën zemra diku. Zemrën e komandon vetë ai, Zoti, dhe jo vetë njeriu. Zini mend, qoftë mësim për të tjerët. Amin, shkruan Kalaja.